Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 50 deputet kanë dhënë votën, 54 deputet kanë dhënë votën për, 1 deputet ka qenë kundër, abstenime nuk ka. Ndërpritet seanca, takohemi më 23 maj në orën 11.